Në gjykimin e koncesionit të sterilizimit, SPAK kundërshtoi argumentet e mbrojtjes. Në gjykim ishte i pranishëm ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj në krah të avokatit të tjerë Malu Zeiraj, pasi fitoi të drejtën për të gjykuar jashtë kafazit. Njoftimi i akuzës është i paqartë, ishte një nga 22 parashtrimet e mbrojtjes. Sipas prokurorit Edvin Kondili, ky qëndrim nuk është i lishëm në këtë moment, pasi i takon fazës së gjykimit në themel. Avokati po ashtu kundërshtoi kontratën e prokurimit. Sipas tij në dosjen hetimore nuk gjendet kontrata origjinale koncesionare, por ajo e fondit të sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor. Këtij pretendimi SPAK ju përgjigj. Kontrata origjinale nuk është gjetur në Ministrinë e Shëndetësisë dhe kjo përbën një shkelje, por është gjetur ajo e njësuar në fondin e sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor. Po ashtu është gjetur edhe kontrata e koncesionarit që do të zbatonte projektin. Ilir Beqaj nën akuzë për vjedhje duke shpërdoruar detyrën u vetëmbrojt duke thënë: Organi i akuzës pranoi që në fazën e hetimeve mi ka cënuar hapur të drejtat e mia procedurale. 3 kërkesat e fundit i kam bërë sepse gjendem në fazën e shqyrtimit paraprak. Sot unë e kam të vështirë të bëj mbrojtjen. U bën rreth 3 vjet që merrem me këtë çështje. Sot organi i akuzës tregoi se kodi është i pavlerë. Pavarësinë e tyre e shfrytëzojnë për të shkelur të drejtat procedurale. GKK-ja dhe SPAK-u e hedhin poshtë ligjin e avokaturës së shtetit. Për kundërshtimin e të gjitha parashtrimeve të mbrojtjes, gjykata antikorrupsion do të shprehet në 11 shtator. Edhe më herët Beqaj ka mohuar për fshirje në krim, duke deklaruar se sterilizimi i pajisjeve kirurgjikale ishte i nevojshëm. Sipas tij, kontrata koncesionare me vlerë 100 milion euro uli infeksionet spitalore, modernizoi instrumentet kirurgjikale dhe siguroi punësimin e rreth 250 personave.